Do të flasim në këtë pjesë të tretë më së në informacion për ftesën ndaj Shqipërisë për të marrë pjesë në bordin e paqes për indërtimin e gazës, por edhe për kritikat e zotit Rama për shërbimin diplomatik shqiptar. Na bashkohet Nikola Kedhi, drejtuesi i Institutit Konservator Shqiptar. Faleminderit që e mene, Nikola. Përshëndetje, faleminderit ju për ftesën. Fillimisht, dua të ndalem pak tek zhvillimet e ditës së sotme. Sot zhvillohet në Davos të Zvicrës samiti ekonomik botror me pjesëmarrjen e presidentit Donald Trump dhe ku në fokus të diskutimeve pritet të jetë një marrëveshje për Groenlandën. Si e keni parë ju gjithë të debat që Shtetet e Bashkuara të mund të blej Groenlandën apo të mund ta marrë, duke rikujtuar që Groenlanda është një territor gjysmë autonom i Danimarkës? Po që të kuptojmë jo vetëm të kërkesë të presidentit Trump, që në fakt nuk është vetëm e presidentit Trump, po e kanë pasur edhe presidentë të tjerë që nga Andrew Jackson deri te Harry Truman për Groenlandën, do duhet të kuptojmë natyrisht dhe aksionin në Venezuelë, gjithë të tjerat me radhë, pra gjithë aksionin e presidentit Trump dhe retorikën e tij. Për ta kuptuar këtë, do duhet të kuptojmë kontekstin gjeopolitik në cilin e jemi. Prej shumë kohësh rendi ndërkombëtar, ai që quhet rendi liberal ndërkombëtar, nuk ekziston më. Dhe nuk ekziston për shkak se ka ardhur presidenti Trump në pushtet, por nuk ekziston më për shkak se Kina më së shumti që do të jetë superfuqia e vetme e shekullit 21 të imponoj modelin e vet, rregullat e veta dhe të krijoj rendin botror, ka avancuar në aspiratat e saj. Ajo ka avancuar sepse ka parë një dobësim ose ka perceptuar një dobësim në perëndim, kryesisht në Europë, por pas here edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky dobësim ka ardhur për shkak të politikave të ndjekura, politikave të majta socialiste, që kanë dobësuar ekonomitë europiane, ndonjëherë dhe ekonominë amerikane, ka shkaktuar një krizë të madhe me migracionin, me politikën e kufive të hapur, një krizë demografike, një krizë kulturore, duke vënë në pikpyetje vetë qytetrimin perëndimor. Tani, në këtë aspekt, presidenti Trump kur erdhi në pushtet, edhe në mandatin e parë, po sidomos në këtë një vjeçar të mandatit të dytë, thot një gjë shumë të thjeshtë. Decline is not a choice, thotë ai. Rënja nuk është një zgjedhje. Decline is not inevitable, is a choice. It is a choice. Pra, rënja nuk është e paevitueshme, por është një zgjedhje. Zgjedhin vetë kombet kë rrugë të marrin dhe cilat politika të ndjekin. Në këtë aspekt, presidenti Trump nuk ka ndërmend që ta lërë vendin e parë si superfuqia e globit dhe nuk ka ndërmend që ta lërë, po themi, balancën gjeopolitike të anoj nga lindja, pra do ta mbajë në perëndim. Për të arritur këtë qëllim, po të shikojmë raportin e sigurisë kombëtare që kaloi në Kongres dhe u votua dhe u firmos nga presidenti Trump në dhjetor të 2025-s, janë 3 shtylla kryesore, po themi, të përmbledhura. E para është hemisfera perëndimore. Në hemisferën perëndimore presidenti Trump dhe kjo administratë thonë që nuk do tolerojmë influenca të tjera kineze, ruse, iraniane e kështu me radhë, të cilat sfidojnë interesat amerikane. Është një rikthim i asaj që tashmë është bërë famshme doktrina Monroe, presidenti James Monroe, në shekullin e 19, që thoshte nuk do lejojmë kolonizatorët evropianë në hemisferën perëndimore. Në këtë aspekt shikojmë dhe çfarë po ndodh në Venezuelë me sulmin dhe me arrestimin e diktatorit Maduro, dhe çfarë presidenti Trump ka thënë dhe veproi për kanalin e Panamas dhe për Groenlandën. Groenlanda ka së pari një pozicion gjeografik shumë të favorshëm dhe mund të kthehet në një pikë të rëndësishme në të ardhmen në konflikte të mundshme që ndoshta autoritetet amerikane, inteligjenca amerikane kanë vlerësuar se mund të ndodhin, dhe ka një vlerësim se nuk arrin dot mbretëria e Danimarkës që ta mbrojë Groenlandën. Groenlanda në pjesën më të madhe të vet është e pa banuar, ka një popullsi shumë të vogël dhe për pozicionin strategjik ka, për pasuritë minerale që ka, dhe natyrisht për rrugët tregtare e tjerë me radhë që mund të krijohen dhe nga shkrirja e akujve, Shtetet e Bashkuara thonë ne jemi të aftë ose në gjendje kemi të gjitha mundësitë që t'i shërbejmë më mirë si Groenlandës, si interesave tona, si amerikan, por natyrisht dhe aleancës së NATO-s. Ky është elementi i parë i hemisferës perëndimore dhe çështja e Groenlandës si pjesë e kësaj. Pas dy elementet e tjerë janë
një fokus drejt Azis për të ndaluar avancimin e Kinës, qoftë në detin e Kinës Ygore, qoftë në Taiwan, një tjetër pikë shumë e rëndësishme, qoftë edhe për çështjen e mikroçipave, por natyrisht edhe për të penguar Kinën për të arritur këto synimet e veta, dhe natyrisht duke krijuar të një aleancë aty me vendet që janë historikisht aleate të Shtetet Bashkuara, dhe elementi i tretë shumë i rëndësishëm sidomos për ne është Europa. Kjo propaganda e madhe që hitet sidomos nga e majta botrore që Trumpi nuk e do Europën, e do ta shojë të gjunjëzuar, të shkatruar etj me radhë, s'ka nevojë ta bëj Trumpi këtë, se Europa është gjunjëzuar vetë me politikat që kanë ndjekur po vetë. Dhe me këtë e ndjek shumë të madh mes burokratëve të pasgjedhur të Brukselit që imponojnë vullnetin e tyre tek shumica e europianëve që nuk mendojnë njësoj si burokratë të pasgjedhur. Këto politika e kanë shkatruar Europën, siç e thash në fillim, nga ana kulturore, demografike e tjerë. Presidenti Trump është duke ushtruar një presion pozitiv tek Europa, në mënyrë që Europa të ndryshojë këtë rrugë që kanë ndjekur deri tani, këtë rrugë socialiste të vetëshkatrimit, dhe të rimëkëmbet si nga ana ekonomike, si nga ana ushtarake, kulturore e kështu me radhë, dhe të shërbejë një partner ose si shtylla e dytë e këtyre dy shtyllave, po themi, të aleancës euroatlantike, dhe Shtetet e Bashkuara i thonë Europës që ne po merremi me Kinën, që janë në një farë mënyrë rival dhe të barabartë, ju duhet merreni me Rusinë. Tani, për ta përmbyllur shumë shkurt se e di që u zgjata, lajmi i mirë për ne këtu është që Ballkani në këtë dokument të sigurisë kombëtare është në fokusin amerikan, dhe duket se e kanë marrë në një protektorat ose në ombrellën e vet. Ballkani është seksion më vete në këtë dokument, ndryshe nga dokumentet e viteve të shkuara të sigurisë kombëtare, duke parë edhe dinamikat në rajon, interesat e ndryshme dhe influencat ruse dhe kineze, dhe duke parë edhe dobësinë e Europës që vlerësohet që nuk është në gjendje që ta mbajë solid drejt perëndimit këtë rajon. E qartë, nga njëra anë është debati për Groenlandën, foli presidenti amerikan Trump në samitin e Davosit, dhe nga ana tjetër prej vitesh vjen lufta në Ukrainë në mes të Evropës, ndërkohë së fundi presidenti Trump vjen me një risi atë të krijimit të bordit të paqes për ndërtimin e Gazës. Dhe në vazhdën e kësaj të fundit i dërgon një ftesë edhe Shqipërisë, si kundër edhe disa shteteve tjera, në mos gaboj janë të paktën 60 shtete që kanë marrë ftesën. Të gjitha këto zhvillime, a mund të shohim në një pikë takimit të përbashkët sa i takon marrëdhënieve ndërkombëtare globale? Po, në lidhje me bordin e paqes, 2 muaj përpara, se dhe kjo duhet vendosur në kontekst, 2 muaj përpara presidenti Trump prezantoi 20 pikat për zgjidhjen e çështjes në Gaza, e konfliktit atje. Risia në këtë propozim ishte që nuk bëheshin ndërhyrjet në mënyrë unilaterale, por përfshiheshin dhe vendet e rajonit, vendet arabe, shumë e rëndësishme kjo, në mënyrë që të krijoheshin mekanizmat për të shkuar drejt një paqe të qëndrueshme, afatgjatë, ku të ishin të përfshira të gjitha palët dhe mos të kishte pakënaqësi. Në këtë aspekt, presidenti Trump ka propozuar krijimin e këtij mekanizmi që nuk ka ekzistuar më përpara, që ai e quajnë bordi i paqes, ku të bëj pjesë vendet arabe, 2 palët ose palët në konflikt, dhe sa më shumë shtete të tjera në mënyrë që t'i japin legjitimitet. OKB-ja perceptohet nga shumë si e korruptuar, si e ngadalt, si e paaft për të vepruar, sidomos në momente kyçe, krizash të mëdha, konfliktesh e kështu me radhë. Dhe për të pasur më shumë efektivitet dhe një shpejtësi më të madhe në veprim, presidenti Trump ka krijuar këtë mekanizëm. Tani, sa më shumë vende ti bashkohen, aq më shumë legjitimitet merr ky mekanizëm i krijuar. Se është e logjikshme, domethënë. Legitimiteti buron nga shtetet që marrin pjesë në të, dhe janë të gatshme që misionin e këtij bordi ta mbrojnë, ta promovojnë dhe çka do të bëjë ky bord ta zbatojnë. Aty do ketë një bord ekzekutiv, do ketë një bord emrat e cilëve janë në faqen e Shtëpisë së Bardhë, është presidenti Trump, natyrisht sekretari i bordit, është Witkoff i dërguari special, sekretari Rubio, presidenti i Bankës Botërore dhe të tjera. Dhe më pas do jetë një bord më teknik, teknokratësh palestinez që do merren me menaxhimin e përditshëm, dhe
Këtyre do të bashkohen, këtyre dy bordeve ekzekutive do të bashkohen shtetet që do marrin pjesë që do ta mbështesin. Më pas ngjelet për të parë nëse do jetë i suksesshëm në Gaza në radhë të parë, në mënyrë që kjo më pas të replikohet për konflikte të tjera. Nikola, është e vërtetë që shtetet anëtare të cilat duan të jenë pjesë e përhershme e bordit duhet të paguajnë 1 miliard euro për të marrë pjesë në këtë bord? Sepse edhe kjo nuk është, kam përshtypjen, nuk është sqaruar specifikisht nga ana e shtëpisë së bardhë. Po sipas burimeve mediatike do duhet paguajnë $1 miliard për të qenë anëtare të përhershme. Bloomberg ka qenë media e parë e cila e ka publikuar këtë detaj. Bloomberg e ka raportuar fillimisht dhe më pas është shpërndar. Kam përshtypjen ka një farë konfirmimi, ndoshta ajo finale nga shtëpia e bardhë, po kjo pagesë domethënë do duhet bërë për të qenë një antar i përhershëm, sepse këto shtetet janë ftuar për të qenë anëtare të përkohshme me një mandat 3 vjeçar. Më pas, kryetari i bordit që është presidenti Trump mund të vendosi nëse u rinovohet ose jo, ose përjashtohen, ose nëse ai mund të bëjë një përjashtim për shtetet e caktuara, por ftesa unë do ta përsëris të gjë se ka pasur në Shqipëri një propagandë jashtëzakonisht shumë të madhe. Kjo ftesë që ka ardhur në radhë parë është për Republikën e Shqipërisë. Ashtu siç është për Republikën e Kosovës, ashtu siç është për Republikën e Popullore të Vietnamit, Rusinë, Bielorusinë. Pra, nuk është se është një certifikat as pastërtie, as antikorrupsioni, as një certifikat leadershipi, është një ftesë që ka ardhur në vendeve të ndryshme të botës. Shtetit në radhë të parë patjetër, po nuk është se diskriminon ose i është çuar vetëm vendeve perëndimore ose vendeve demokratike ose ku diun. Pra, nuk ka një kriter të tillë. I është çuar në vendeve të ndryshme në rajone të ndryshme të botës për specifikat që ato mund të kenë. Në Ballkan i është çuar shteteve të paktën me çështje publike, se nuk i dihet listës finale ku ka vajtur kjo ftesë. Shqipërisë dhe Kosovës, ndoshta për specifikat që ato kanë në rajonin e Ballkanit, fakti që Shqipëria ka marrëdhënie shumë mira me Izraelin dhe një histori shumë të gjatë me të, dhe nga ana tjetër njeh dhe Palestinën, është harmonia fetare që ekziston mes shqiptarëve, pozicioni tyre gjeografik, faktori i stabilitetit që kanë qenë gjithmonë në rajon, sepse nuk ka konflikte etnike, nuk ka konflikte civile, siç mund të ketë në vende të tjera, në pjesë të tjera të botës. Ndaj Republika e Shqipërisë plotson këto kritere dhe ka marrë një ftesë ashtu siç e ka marrë Kosova si aleat të Shtetet Bashkuara këtu. Nga ana tjetër e kanë marrë këtë ftesë edhe vende komuniste, vende diktatoriale, pra nuk është se është bërë ndonjë ndryshim, ndonjë dallim këtu mes çfarë sistemi kanë këto vende. Krijimi i bordit të paqes, të paktën sipas ekspertëve të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe analistëve, është cilësuar edhe si një OKB e dytë, duke marrë parasysh edhe kritikat që presidenti Trump ka adresuar për Këshillin e Sigurimit të OKB-s dhe për të gjithë organizatën në tërësi, dhe faktin tjetër që Trump ka vendosur të dalë nga të paktën 60 organizata ndërkombëtare. Kur them Trump, administrata dhe vetë shteti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si e shikoni këtë? Mendoni që krijimi i bordit paqes mund të prish disa balanca politike, ekuilibra që janë vendosur të paktën përpara 80 vjetësh nga krijimi i OKB-s? Unë e preka pak më përpara, do duhet parë nëse është i suksesshëm në Gaza, që më pas të shkojmë një hap më tutje dhe të themi ky është një mekanizëm i ri për të dhënë disa garanci për shtetet, për të zgjidhur konflikte, për të rregulluar në një farë mënyrë marrëdhëniet ndërkombëtare mes shteteve. Nga ana tjetër duhet të thënë që ka një pakënaqësi në rritje, jo vetëm të presidentit Trump, po të shumë shteteve tjera, të shumë politikanëve, liderëve të tjerë, për organizatën e Kombeve të Bashkuara. Sepse perceptohet si një organizatë e korruptuar, një organizatë që nuk ka mundur tepër e ngadalt në veprimin e vet, shumë burokratike, dhe që nuk ka arritur dot që as të parandaloj genocide, as të parandaloj kriza, konflikte dhe as të zgjidhë ato. U desh që të ndryrinte presidenti Trump që të mbylleshin disa vatra konfliktesh, ato 8 marrëveshjet e famshme të paqes që ai përmend gjithmonë. Ndaj, Kombet e Bashkuara e kanë humbur në një farë mënyre
aftësinë për të ndikuar në punët e botës. Plus, t'i shtojmë kësaj edhe hipokrizinë e madhe që në Kombet e Bashkuara ke Komision për të drejtat e njeriut dhe antare janë shtete të cilat janë shkelëse sistematike të drejtave të njeriut. Do me thënë, e kuptoni se çfarë absurdi është. Ndaj për gjitha këto arsye, ka një mendim në rritje që do duhet të shkojmë ndoshta drejt një strukture tjetër. Nuk mund të jenë më Kombet e Bashkuara, organizata e Kombeve të Bashkuara, mekanizmi që balancon, po themi, ose zgjidh këto marrëdhëniet ndërkombëtare ose rregullon marrëdhëniet ndërkombëtare mes shteteve. Sepse dhe një element tjetër shumë i rëndësishëm që harohet shpesh në marrëdhënie ndërkombëtare ose kur gjykojmë sjelljet e shteteve dhe marrëdhëniet mes tyre, shtetet veprojnë sipas interesave të veta. Të thotë çfarë të dojë organizata e Kombeve të Bashkuara, nëse është interesi amerikan, francez, italian, rus, kinez e tjerë me radhë që të bëjnë diçka, ato do ta bëjnë sepse kështu ka funksionuar që nga krijimi i grupimeve të para me njerëzit e shpellave. Pa diskutim. Bëhen bashkë, kanë një interes të caktuar dhe ky është parimi realist në marrëdhëniet ndërkombëtare. Ndryshe nga parimi më liberal, ku thuhet që duhen këto organizatat supranacionale që të menaxhojnë sjelljet e shteteve. Në qoftë se dhe mbyll me këtë se e digje zjata, në qoftë se do ishte kështu, siç thon këta ekspert analistë mbështetës të politikës liberale ndërkombëtare, nuk do kishte sulmuar Rusia Gjeorgjin, nuk do kishte sulmuar Rusia Ukrainën, nuk do kërcënonte Kina Tajvanin apo të ndiqte interesat e veta në detin e Kinës Jugore. Bibi Netanyahu do ishte arrestuar nga gjykata pas urdhrit të arrestit të gjykatës ndërkombëtare. Por, gjithë këto institucione ndërkombëtare, qoftë të natyrës më gjyqësore si Gjykata Ndërkombëtare e Krimeve, apo OKB-ja, apo të tjera komisione që krijohen, e kanë legitimitetin e tyre nga shtetet të cilat marrin pjesë në to dhe janë efektive aq sa është vullneti i shteteve që bëjnë pjesë për t'i bërë ato efektive ose për t'i dëgjuar ato. Dhe ndaj në thelb themi tek shtetet që veprojnë si entitete në marrëdhënie ndërkombëtare. Mirë, duhet ndalem në një tjetër tematik, Nikola, tek akuzat e kryeministrit Rama për ministrin e jashtme. Si ka mundësi që një kryeministër të adresoj kritika për një dikaster të qeverisë së tij? Dhe përse nuk është reformuar më herët Ministria e Jashtme, shërbimi diplomatik? Çfarë ka ndodhur gjithë këto vite? Jemi në vitin e 14 të pushtetit të kryeministrit Rama. Po, kryeministri Rama sa ka një problem ose shumë probleme, tani që ka jashtëzakonisht shumë probleme edhe me amerikanët apo me shtete tjera europiane për kalimin e shumë vijave të kuqe, ne pam skandalin me Akshin, pam se si në portin e Durrësit ka kompani ruse dhe influenca ruse, ka kompani në netim nga NATO, janë shitur të dhënat sekrete të NATO-s dhe të tjerë konflikte. Sa ka raste të tilla, kryeministri bëhet krejt papritur sigurisht kryetari i opozitës dhe sikur qeveris Partia Demokratike apo qeverisin parti të tjera këtu. Ndërkohë që një lider, një drejtues qeverie do duhet të mbajë përgjegjësi për dështimet. Këtu pastaj nuk bëhet më fjalë për dështime në vendin tonë, sepse këtu korrupsioni ka shkuar në nivele të paimagjinueshme ndonjëherë. Ish zëvendës kryeministri Ahmetaj denonconte që 14 miliard euro janë vjedhur në 4 vitet e fundit, pra një shifër e jashtëzakonshme maramëndse. Dhe kryeministri pastaj bën këto pivotet duke sulmuar ndoshta dhe individ brenda kabinetit në qeveritar që ati i irritojnë apo nuk i pëlqejnë, ndoshta, dhe përpiqet të kamuflohet pas autokritikës. Ndërkohë, Ministria e Jashtme ndoshta ka nevojë për reformim, por reformimi nuk mund të pritet nga të njëjtët njerëz që Ministrinë e Jashtme apo trupin diplomatik e kanë politizuar nëpër konsullata, nëpër ambasada, nëpër botë, duke i kthyer në vende punësimi për Partinë Socialiste, ndërkohë që ka qenë një traditë që trupi diplomatik ka qenë jashtëzakonisht shumë i respektuar dhe patjetër që ka dhe sot elemente që janë tepër të respektuar, por nuk ka qenë ky politizim i skajshëm
qofti trupi diplomatik, qofti Ministrisë i Jashtme. Në fakt Rama shkoi dhe më tej kur tha që gradat në diplomaci janë marrë peng edhe sa herë që shkoi në atë ministri, i duket sikur atje është vetëm ministri, sekretarja dhe roja. Çfarë do thotë kjo deklaratë? Sipas kryeministrit, kush i ka marrë peng gradat dhe a duhet ketë një hierarki në diplomaci? Po patjetër që ka një hierarki në diplomaci, ka një karrierë. A funksionon? Ishte në kuptimi. Dhe natyrisht që ky kryeministër ka deformuar edhe Ministrinë e Jashtme dhe atë departament, organizëm, po themi brenda qeverisë, që supozohet të na përfaqësojë neve jashtë me botën jashtë. Ndaj nuk e shpëtojnë këto autokritikat që bën njerë në kaq, që të gjithë të tjerët kanë faj përveç ti dhe të gjithë të tjerët do duhen reformuar sa herë i irritojnë atë ose sa herë ndodh një skandal përveç ti. Këtu ka unë e ngulmoj shpesh te kjo sepse është një gjë që ne kemi humbur si shoqëri. Ne duhet të kërkojmë llogari. Ne si shoqëri shqiptare, grupet e interesit të ndryshmet, të duhet të kërkojnë llogari për të punësuarit e tyre. Ata janë të punësuarit tanë, paguen me taksat tona. Dhe ashtu siç ndodh në çdo kompani, kur një shef i një kompanie punëson disa njerëz dhe u kërkon llogari atyre, qytetarët shqiptarë kanë punësuar këta njerëz dhe do duhet të kërkojnë llogari atyre, në mënyrën si menaxhojnë parat, në mënyrën se si ne përfaqësohemi me botën, në mënyrën se si vendosen funksionarët e shtetit, dhe nëse ka diçka që nuk shkon, dhe kryeministri e ka bërë rrugë që sa herë nuk i shkon diçka me skandale që plasin bën të autokritikën, nëse gjërat që kanë kaq keq sa i thot kryeministri, ai është i pari që do duhet të mbajë përgjegjësi, sepse ka një përgjegjësi morale edhe sikur mos të kesh përgjegjësi individuale. Jashtë japin në shtetet e botës së qytetëruar japin dorëheqjen se kapen me plagjatur të një pune në klasën e 4. Ndërkohë këtu tek neve biten 14 miliard euro në pak vite dhe nuk mban përgjegjësi askush, as individuale për atë që bën, dhe as morali që do duhet ishte kryeministri. Jo më që këtu ministri është i implikuar vetë, sepse del qartë edhe te dosja Akshit, edhe te dosje të tjera, te ish zvendës kryeministri, numri 2 i qeverisë së tij, që ka bërë akuza që do kishin tronditur themelet e çdo qeverie dhe të diktaturës më të fortë afrikane. Jo më në Europë që nuk bëhet fjalë që të shkojmë në këto nivele. Ndaj do duhet ta kërkojmë dhe ne si shoqëri shqiptare problemin që do duhet të reagojmë. Dhe reagohet aty ku reagimi ka vlerë, që është sheshi, është bulevardi, aty ku zërat qytetar dëgjohen. Sa ndikim ka kryeministri në emërimin e ambasadorëve dhe konsujve që përfaqësojnë vendin tonë nëpër botë? Po 100%. Po thuaj që i zgjedh kryeministri? Pa diskutim. Edhe nëse nuk janë diplomat karriere dhe nëse nuk kanë gradat që duhet marrin në bazë të komisionit që funksionon në mos gabojnë ministrin e jashtme? Ne kemi parë që ka dhe ka pasur ambasador që nuk i kanë pasur gradat, nuk vinin parë nga diplomacia. Ndaj kjo është e dukshme. Ne sërish do duhet ta rikthejmë në vëmendje që këtu është Republika e Njëshit. Është një person që i merr gjitha vendimet, delegon pastaj tek varësit e vet, ka një kryetar bashkie gjithë Shqipëria, dhe më pas e delegon të varësit e vetë lokal, dhe qytetarët shqiptare kanë shumë të thirrë se kujt do duhet t'ja kërkojnë llogarinë. Te ky person që vendos për çdo gjë. Nikola, unë të falenderoj për këto minuta që na kushtove në motësën në informacion. Faleminderit ju, është për herë kënaqësi. Faleminderit. Ne do të shkojmë shumë shkurt në reklama dhe si gjithmonë në pjesën e fundit do të flasim për sport vetëm pas pak.